Unë jam shumë optimist se ky projekt do realizohet dhe do jetë një nga projekte më të rëndësishme që mund të ketë për këtë vit Qarku i Vlorës. Ndahet nga jeta në moshën 74 vjeçare ish kryetari i parë i Bashkisë së Himarës, njëkohësisht ish kryetari i Këshillit të Qarkut në Vlorë, Anesti Dhimojani. Dhimojani ishte një ndër figurat më të rëndësishme të Himarës dhe Qarkut të Vlorës, një intelektual i mirëfill dhe himariot që kontriboi për Himarën dhe identitetin e saj. Një kontribut të veçantë dha edhe në arsim si mësuesi matematik fizikës për rreth 30 vite. Ish kryetari i Këshillit të Qarkut në Vlorë, Anesti Dhimojani, ka një kontribut të rëndësishëm edhe në politik si një ndër themeluesit e Partisë Demokratike të Himarës. Por një karrierë të rëndësishme i ka patur edhe në administratën vendore. Nga viti 1992 në vitin 1996 ishte sekretari i komunës së Himarës. Në vitin 1996-2001, gjatë zgjedhjeve, Dhimojani u zgjodh kryetari i Bashkisë së Himarës, kur ky e fundit nga komunë u kthye në bashki. Ishte kryetari i parë i kësaj bashkie. Më pas vijon me detyra të tjera të rëndësishme, si drejtori i portit në Himar, inspektori i arsimit në drejtorinë arsimore të Vlorës, drejtor dhe mësues në shkollën 8 vjeçare të Himarës, drejtor dhe mësues në gjimnazin e Himarës. Në vitin 2011-2014, Anesti Dhimojani u zgjodh kryetari i Këshillit të Qarkut në Vlorë, detyrë që realizoi me sukses. Gjatë drejtimit të Dhimojanit, Qarku i Vlorës përfitoi një sër investimesh dhe projektesh të rëndësishme, si nga qeveria shqiptare ashtu edhe nga Bashkimi Evropian. Rrugëtimin e tij në politik, Dhimojani ja trashëgoi edhe vajzës së tij, Afrovitës, e cila ishte kryetaria e parë grua e Partisë Demokratike të Himarës, por garoi edhe në zgjedhjet brenda partisë, në primaret që u mbajtën për zgjedhjet e 11 majit, aty ku pati një rezultat pozitiv. Unë vi nga një familje demokrate. Familja time është një ndër familjet të cilat kanë qenë nismëtare të Partisë Demokratike të Dekës Himar. Unë rrjedh nga një familje e cila jam rritur me ndjesinë e politikës, me të qenit pjesë e Partisë Demokratike, kështu që angazhimi tim ka ardhur në mënyrë të natyrshme. Do doja të kujtoja këtu se sikundër e thatë dhe ju, edhe babai juaj ka qenë ndër kontributorët më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, madje një bashkëpunëtor shumë i mirë edhe i televizionit 6+1 Vlora dhe një ndër kryetarët e qarqeve, pra të Qarkut Vlorës, ndër më të mirët, do ta cilësoj kështu për aq sa unë e njoh. Faleminderit për konsideratën. E vërtet, babai im ka qenë Anesti Dhimojani, babai im, ka qenë një ndër drejtuesit e Partisë Demokratike që ka mbajtur disa poste në qytetin e Himarës, ka qenë kryetar bashkie në Himar në vitet e para të rënies së sistemit, pastaj ka qenë dhe kryetari i Qarkut të Vlorës për një periudhë 3-4 vjeçare. Ajo çfarë kam mësuar edhe nga babai im është që të jesh e vërtet edhe të dish të mbash ekuilibrat. Politika nuk duhet të cënoj për te marrëdhënieve njerëzore. Ish kryetari i parë i Bashkisë së Himarës dhe ish kryetari i Këshillit të Qarkut në Vlorë, Anesti Dhimojani, ishte një mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë edhe i televizionit 6+1 Vlora. Dhimojani vitet e fundit të jetës ja kushtoi mësimdhënies si profesor matematike në gjimnazin e Himarës, edhe pasi doli në pension. Ai gëzonte respekt nga nxënësit e tij ndër vite, por edhe qytetarët e Himarës për shkak të atë dashurisë që kishte ndaj vendlindjes së tij, ku gjatë gjithë kontributit si drejtues vendor dhe politikan punoi fort për çështjen kombëtare. Me largimin e parakohshëm nga jeta të Anesti Dhimojanit, familja humbi njeriun e saj të dashur, por Himara dhe Qarku i Vlorës tashmë do të kenë një intelektual dhe një burr të urtë të mençur më pak. Lam Tumir, mësuesi dhe politikan i adetar, që kur nuk bëre kompromise në kurizë të Himarës dhe Shqipërisë, i paharuar miku dhe bashkëpunëtori i televizionit rajonal 6+1 Vlora, Anesti Dhimojani.